50 alpinistë, duke përfshirë edhe ambasadorin gjerman në Kosovë, Jorn Rode, të prirë nga alpinistja e njohur shqiptare Uta Ibrahimi, ka nisur serinë e vitit 2025, ecje me ambasadorin. Këtë iniciativë ata e nisën në një ngjitje drejt majës së Konjushkës, në malet e Sharrit, me një grup prej mbi 50 alpinistësh, përfshirë edhe pjesëtar të divizionit malor të ushtrisë gjermane që shërbej në KFOR. Ishte një mundësi e shkëlqyer për t'u takuar dhe lidhur me ushtarët tanë, shkrua në Facebook ambasada gjermane. Në postim specifikohet suksesi i radhës së Ibrahimit, e cila përfundoi misionin e saj për të ngjitur të gjitha 14 majat mbi 8000 metra, duke përfshirë edhe Kanchenjunga, malin e tretë më të lartë në botë. Së bashku vazhduan përpara, duke fituar lartësi në për mjegull të dendur dhe re, por kur arritëm te liçeni i Konjushkës, pranë majës, u mor vendimi që të ktheheshin mbrapsht për siguri. Mali gjithmonë fiton dhe mirëqenia e grupit ishte përparësia kryesore. Kishim planifikuar të takoheshim me kolegët tanë nga ambasada gjermane në Shkup në maj. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Respekt i madh për ambasadorin Drexler, që arriti në maj. Vazhdon postimi ndërsa janë publikuar edhe pamje nga kjo ngjitje e vështirë.